Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, sheshi Tetovës të hënën në mbrëmje u bë arenë e garave të bilardos. Mjeshtrit e kësaj loje, nga vendi por dhe nga Kosova e Shqipëria, përpara tetovarëve, prezantuan aftësitë e tyre në këtë sport atraktiv dhe shumë të dashur për të rinjët dhe jo vetëm, duke e shndruar këtë mbrëmje në një festë të madhe tetovare. Erdhi si favorit, por dhe në stolin e bilardos e meritoi këtë epitet. Vendi i parë i takoi Eklend Kaçit nga Shqipëria, disa herë kampion bote në bilardo. Një atmosferë ndryshe, është diçka e veçantë, duke luajtur mes njerëzve dhe është një gjë që të jep kënaqësi kur shef dashamirës bilardos, edhe këtu në Tetov duket që dashamirët e bilardos janë në numër të madh dhe besoj që do jetë diçka një shfaqje e bukur. Po, është diçka interesante, siç ta thash, ka disa bilardista të mirë dhe besoj do ketë ndeshje të bukura dhe njerëzit do kënaqen. Me bilardo kam gjithë jetën që luaj, që në moshën 8 vjeçar, unë jam 27, kam mbi 19 vjet që e praktikoj, kam fituar mbi 100 tituj dhe disa kampionate botërore dhe europiane. Këtë lojë dashuroj, këtë lojë e kam pasion dhe do ta luaj derisa të mund ta luaj. Në vendin e dytë u pozicionua Fitim Haradinaj nga Kosova, kurse në vendin e tretë u rëndit Mirsad Zeqiri dhe Blendi Qazimi. Organizatori Komuna e Tetovës për fituesit ndau kupa dhe mirënjohje, teksa ka uruar të gjithë pjesëmarrësit për një garë të nivelit të lartë sportiv në kuadër të verës tetovare. Me jemi klubit në Tetov, Golden Ball Tetov ty e dini, ndër klubet më të para në Tetov që kemi hapë. Edhe stan të organizojmë një turnament tonë në bashkëpunim me Komunën e Tetovës. Jemi mirënjohës ndaj komunës, faleminderit gjithëve. Edhe e kemi pas mundësinë ta bëjmë edhe kampionatin e 3 fish, domethënë që kemi vënë parë në botëror, është sotria Eklend Kaçi, do vi edhe pas pak ditë këtu. Në Shqipëri. Tetova shtëpia jonë, sa nuk është hera parë që marrim pjesë këtu, po kjo turnoj është pak më i veçantë nga formati edhe domethënë në open air që mund kështu, është nder që e përfaqësoj Kosovën në këtë turne. Gjithsesi ne jemi me gjithë lojtarët këtu dhe ju falenderojmë për ftesën që na keni dhënë. Me gjithë shef kemi ardhur. Ndryshe, ky turne i bilardos u transmetua drejt për drejt në faqen zyrtare të Facebookut të televizionit Koha, ashtu siç do të transmetohen dhe 10 aktivitete tjera sportive, kulturore, argëtuese gjatë verës tetovare.